Miq, mirëmbrëma. Jemi në një episod tjetër të serisë të podcasteve Flasim me një mik artist. Sot ne do flasim me një mike artiste. Vajza që kam ftuar sot është një vajzë e cila është realizuar në gjitha fushat e jetës së saj. Ajo është mësuese, ka një formim akademik shumë të bukur, është shkrimtare, është poete dhe mbi gjitha ka realizuar si thua, titullin më sublim të kësaj jete. Ajo është nën e 2 fëmijëve, shumë të bukur dhe shumë të shëndetshëm. Ju prezantoj Fabiola Markun. Fabiola, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta, Adrian. Falenderoj shumë. Ishte një prezantim jashtëzakonisht i bukur. Nuk këto kohë të fundit ose gjatë gjithë kohës vazhdimisht nuk është se kam qenë shumë e pranishme në për intervista apo kush e di se çfarë, mund numërohen shumë lehtë, sidomos pas prezantimit të librit, por të them të drejtën, pjesa e fundit, titulli i fundit që më përmende më emocionoi dhe më bëri të ndihem shumë mirë, pavarësisht se 10 minuta më përpara i kisha nervat në maksimum me ta, sepse nuk po flinit dhe nuk doja të zhgënjej aty me takimin. Të falenderoj, nuk e di, ishte një hyrje shumë e bukur. Shpresoj të na shkojë mirë e gjithë biseda sot. Falenderoj që më ftove dhe më bëre pjesë të podcasteve të tua. Fabiola, më trego si po shkon jeta jote? Jeta ime. Jam jashtë Shqipërisë, siç e din. Momentalisht i gëzoj të gjitha ato që përmende dhe po të falenderoj edhe një herë, por po ushtroj vetëm njërin, po ushtroj vetëm të qenurit nën dhe lexuese, asnjë tjetër. Madje edhe lexuese, po jo lexuese shumë e mirë, sepse më duket sikur romanin e radhës ose veprën e radhës që mund të kem dorë tradhtoj shpesh sepse pohem për këtë. Por le të themi që mirë. Ndonjëherë kur mendoj, më mungon vërtet Shqipëria, më mungon të jem më shumë aktive atje, por kur mendoj pikërisht këta 2 fëmijët, nuk e mendoj 2 herë më, kthehem, nuk dua dhe dua të qëndroj këtu. Vërtet nuk kam ato aktivitetet e mia, më mungon marrëdhënia me nxënësit, më mungon të qojmë çdo ditë mëngjes dhe të mendoj për ditarin që kam bërë ditën e mëparshme, të mendoj se si do e shtroj ditën përpara, ama më mirë jam këtu, shtëpiake me 2 fëmijë, një bashkëshorte që mundohem të jem sa më e gatshme edhe për të paktën kur kthehet në shtëpi dua të jem e përkushtuar, sepse janë disa, domethënë, të paktën nga 3 vite për secilin fëmijë duhet t'i heq nga jeta ime, të mos numëroj asgjë tjetër rreth meje, të mos kem asnjë prioritet tjetër, por dua të jem e sinqertë që ndonjëherë më mungon Shqipëria për të qenë pikërisht kaq aktive sa nuk jam tani. Fabiola, ti e di që unë të ndjek në Instagram dhe në Facebook, dhe dje ti kishe publikuar një mesazh nga mikesha jote. Dhe ndiqemi, më fal, jo vetëm më ndjek, po ndiqemi. Patjetër që ndiqemi, kjo nuk ka diskutim, por kishe publikuar një mesazh shumë të bukur nga ish nxënësit tu, që ato shprehnin që ti ishe një nga mësueset e tyre më të mira dhe ti do mbetesh patjetër. Si pyrit ndihej përcaktimi një nga mësueset më të mira? Sa jam emocionuar, Adrian, nuk e ke idenë. Nuk e di, nuk besoj, nuk mund ta marrësh me mend se çfarë emocioni ishte për mua në momentin kur e lexova dhe kam lexuar disa herë mesazhin përpara se ti përgjigjesha praktikantes në fjalë, asaj që më kishte dërguar mesazhin. Dhe nuk e di, nuk është se unë nuk kisha marrë më përpara të tilla përshtypje nga fëmijët, po kur je në kontakt të përditshëm me ta, pavarësisht se ata i karakterizon çiltërsia gjithmonë dihet, por në momentin që je në kontakt të përditshëm me ta, sikur deshe e vë pak në dyshim atë mendimin e tyre, se ndoshta mendon se po ta bëj një lëvdat për një notë më shumë, a për t'i mbajtur pak më afër se pjesën tjetër, ose nuk e di çfarë. Ama nxënësit për cilët ajo po më fliste janë të vitit 2018 dhe jemi në vitin 2022. Kanë kaluar 4 vite. Po, pas 4 vitesh të kem një feedback të tillë është e mrekullueshme, është e mahnitshme për mua dhe sa vjen e kalon koha, nuk pendohem për profesionin që kam zgjedhur. Mbaj mend akoma që kur doja të bësha mësuese,
prindrit më thonin jo shumë pak për ty, në sensin jo pak duke u munduar të ulin vlerat e një mësuesi, sepse çdo profesion tjetër e ka zanafillën nga mësuesi. Mësuesit janë ata që përgatisin profesionet e tjera, ama ata gjithmonë mendonin më shumë për mua. Nuk e di, tani e bëj pyetje vetes dhe jo vetëm tani, si kanë menduar prindrit e mi për shembull që unë mund të isha një mjeke. Kur unë nuk e doja, nuk e kisha me pasion dhe nuk mjaftojnë rezultatet e larta për të arritur profesionit të suksesshme. Jo, unë mendoj që duhet rezultati sigurisht që ka funksionin e tij dhe është i domosdoshëm, ama duhet pasioni. Unë e doja mësuesinë, e doja shumë dhe nuk e di, kur ata nxënësit që më thua ti janë pikërisht arsyeja pse unë kam guxuar, kam kundërshtuar shumë persona, kam trokitur në shumë dyer, derisa unë arrita të jepja mësim në periudhën që po diplomohesha dhe kjo ishte një gjë fantastike, ndodh në Shqipërinë tonë dhe fati im ishte të ndodh, nuk kam pse ta mohoj. Ndonëse se ndonjëherë guxoj të them, jo po pa u diplomuar si mund ta bësh diçka. Unë mendoj që ja arrita, ja dola sepse e kërkoja, unë nisa të trokisja në shumë dyra aty ku doja unë të arrija. Edhe në moment gjatë, si më thënë, po bëja disa gjëra paralelisht dhe po më shionte pafund, më kanë shtyrë. Edhe në momentin kur arrin të bëhesh koleg me ata që kanë qenë mësuesit e tu dhe arrin të vlerësohesh, ose një grup nxënësish, një brez i tërë, arrin të listoj në 4-5 mësuesit më të mirë edhe pas 4 vjetësh që ti e larguar dhe ata kanë marrë drejtime të tjera, praktikisht ata e kanë mbaruar gjimnazin tani, domethënë që kur unë ju jepja mësim. Unë i gjeta në klasë të 9, tani janë në vit të parë në universitet. Ai mesazhi domethënë që më erdhi mua ishte nga disa maturantë me sa bëra unë lidhjen e viteve, ama ka edhe që janë tani në universitet që ende më shkruajnë dhe nuk e ke idenë se çfarë kënaqësie është për mua. Nuk e di, domethënë, mund të ndryshosh pyetje sepse me këtë mund të arrim deri nesër duke folur. Jo, nuk ndryshoj as pak pyetje, thjesht do mbetesha këtu tek kënaqësi. Më the që ke arritur të bësh shumë gjëra njëkohësisht, je gjithkohës të pëlqen jeta aktive, të merresh me gjëra të ndryshme në të njëjtën kohë. Tani që je vetëm nën në shtëpi, siç e the edhe vetë, po i dedikohesh plotësisht fëmijëve. Unë dua të më tregosh pak si është të kesh një fëmijë dhe si është të kesh 2. Si është ndryshimi? Zoti më. Ja, e kam shumë të lehtë se ta bëj ndryshimin. Të kesh një fëmijë është magji. Për momentin, muajt e parë të fëmijës i humbet sepse nuk e kupton akoma se çfarë po ndodh me ty. Unë për shembull kam humbur shumë muaj të vajzës, dhe i kam fshirë nga memoria, nuk i kam në kokë sepse nuk i kam jetuar ashtu siç duhet. Dhe më kujtohet që ajo kohë ka ekzistuar vetëm kur i kthehem kujtimeve, fotografive dhe videove që kam në celular apo nëpër kompjutera, se tani as celularët nuk na i nxënë më kujtimet që kemi dhe ruajmë me to. Pse ndodh kjo? Kur u bëra unë nën isha 23 vjeç, edhe nuk ndihesha më se gati përpara se ta merrja këtë vendim, por momentin kur erdhi, nuk dija se nuk kisha nevojë si të shpërndaja atë gëzimin që kisha, nuk e di si mund ta shpjegoj më qartë. Isha kaq e lumtur, nuk më besohej, pa egzageruar as pak, mund të them që nga fillimi i janarit, sepse unë bëra nën me 31 dhjetor dhe u bë pranvera i dimri. Nga janari deri në prill, mund të them që nuk kam fjetur as edhe një natë, çuditërisht nuk ndihesha e lodhur. Dëgjoja shumë nëna, kujtoja edhe fjalë që më kishin thënë gratë të tjera përpara se të bëhesha nën, duke u përpjekur të më përgatisnin, që do të jesh e lodhur, do të kesh nevojë për ndihmë, si do t'ja dalësh ti vetëm atje. Nuk e kisha vënë ujë në zjarr fare për këto, çuditërisht, sepse unë gjithmonë shqetësohem kur marr këshilla dhe mundohem t'i zbatoj. Vetmja gjë që nuk kam zbatuar ishin këshillat për prindërimin. Pse? Sepse arrita të kuptoj, pa e vënë re, arrita të kuptoj që unë mund të prindëroj maksimumi në bashkëpunim me pediatrën.
me askën tjetër, sepse çdo fëmijë është i ndryshëm dhe çdo nënë është e ndryshme. Unë kuptova se sa ndryshme jam që në momentin që nuk flija gjumë gjithë natën dhe gjithë bota ankohej se nuk flinte, unë nuk doja të flija sepse nuk më besoj që isha bërë nënë, sinqerisht Sa ta them. histori e bukur. Sa histori e bukur. Ndërsa të jesh me dy, duhet se ajo koha që i kam kushtuar ndihmëses në fillim. Se me vete mund t'ja kisha dalë edhe vetë, se më vini natë, e kam në reputacion atë ndihmësen që nuk mund t'ja dilja vetë dhe kisha nevojë për dikë. Po ta mendoj, Fabiola, tani. sido që ti jenë, nga do që të shkosh, atë delin shqiptar e ke, nuk ka ku të shkoj. E kam. Më thua një shqiptar që nuk e ka, ose më thuaj që je shqiptar, po më thënë që je shqiptar. Kam delin. E drejt. Po, çfarë do doja dia unë tani në këtë moment, pasi më the gjithë këto gjërat bukura, dua ti se si gjithë kjo përvojë jetësore, kjo përvojë e cila ty të ka rritur gjatë gjithë kohës, edhe pse mbase nuk e vë re, është konvertuar ose është transmetuar në letërsi me fillesat e rrugëtimit tënd në letërsi. Të them të drejtën, në lidhje me letërsinë, shiko Adrian, unë nuk e mbaj mend veten pa letërsinë. Do të gënjeja. Unë mbaj mend që isha kaq e lidhur me letërsinë që ndoshta që pas abetares lexoja sapo unë jam sistemi i abetares, pastaj kishim leximin, nuk e di si funksionon tani me klasat fillore. Po. Që në momentin që kam mësuar të lexoj rrjedhshëm dhe filluan të na këshilloheshin pjesëmarrjet nëpër biblioteka, isha shumë e gatshme për të lexuar. E kam filluar me pralla dhe kam hequr dorë nga prallat atëherë kur nuk më lejohej, në sensin që dhe jo vetëm. Kam hequr dorë nga prallat, si më thën, jam rritur, u zgjodha të rritesha para kohë, në sensin që shumë libra kam lexuar fshehur azi prindërve. Më tërhiqnin shumë. Mbaj mend e kam lexuar Indiferentët të Moravias, shumë e vogël, sapo kishte dalë përkthimi dhe kur e kam rilexuar Indiferentët, kam thënë me vete, seriozisht unë e kam lexuar këtë në klasë të 5. Domethënë, po, seriozisht e kam bërë këtë, edhe më besoj që mbaja mend shumë gjëra, por që domethënë kur e mendoj tani që mund të lexoj vajza ime një libër me disa lloj skenash, me gjuhë trupi, domethënë me shumë gjëra që nuk mund t'i konceptoj një 10 vjeçar, nuk e di, domethënë do bëhem më shumë vigjilente se sa kanë qenë prindërit e mi. Kjo është e sigurt dhe këtu u tregoj prapë që jam një shqiptare. Ja, ti po. Me dashje apo pa dashje, po t'i pranoj ca gjëra, mos më thuaj pastaj që dola ndryshe nga qisha. Jo, as pak. Fabiola, më tregon se çfarë shkruan ti? Çfarë shkruan? Çfarë të pëlqen të shkruash? Ose kur shkruan, në çfarë momentesh, kur je lodh, kur je mërzitur apo kur je në atë momentin e ekstazës, atë momentin një gjë është e sigurt, kur jam shumë e lumtur, edhe nëse do guxoja të shkruaja, më dëgjon? Dëgjoj shumë mirë. Më fal, sepse gjatë kohës që po flisja nuk të kuptova çfarë më the prandaj. Po thoja, kur jam e lumtur, edhe nëse do të guxoja të shkruaja, do ta fshija pas një orë ose herën e ardhshme që do ulesha mbi laptop. Pse? Sepse jam një njeri që nuk di ta shpreh lumturinë. Maksimum, edhe minimumi, edhe maksimumi, njëkohësisht, domethënë 2 limitet e mia janë një përqafim ose nuk e di, mund të flas shumë për lumturinë e çastit, për shembull, jam e lumtur për diçka dhe dua dikë afër që domethënë, nuk e di, unë puth dhe përqafoj fëmijët në momentin që jam e lumtur, por që të ulem unë në laptop në lumturinë më të madhe dhe të ulem të shkruaj një histori ose diçka që mund të kem lënë përgjysmë, kjo nuk ndodh. Gjithmonë edhe i romanin, se dua ta prek pak, edhe pse jam e sigurt që do më kishe pyetur më vonë. Edhe romanin, mbaj mend që e kam nisur dhe e kam përfunduar shumë shpejt sepse e vendosa dhe i hyra, ju futa, por
kërkoja edhe në momentet kur nuk isha e plogështuar, edhe në momentet kur isha shumë e lumtur, kur e ndjeja që është momenti për të shkruar, doja të mërzitesha, më kupton? Doja të ndjesha e trishtuar sepse atëherë unë shkëlqej, le të themi, në thonjza. Jam shumë e mërzitur dhe ulem aty, shfryhem, ndërsa kur jam e lumtur, kur njeriu është i lumtur nuk ka nevojë të shfryhet, i lexohet në sy, nuk shkruan dot, mendoj unë. Fabiola, pse ndjeve nevojën të shkruash një roman? Ndjeva nevojën të shkruaja një roman, pikë së pari e kam ndier shumë kohë, sepse kam patur periudha të fuqishme, të rrëmbyeshme në trishtim, dhe që atëherë e kam ndier, domethënë besoj që në adoleshencë kam ndier që dua të shkruaj dhe thjesht më desh kohë të vendosja, sepse madje jam e lumtur që nuk kam patur aq besim te vetja ime atëherë, sepse nuk do kishte qenë e njëjta me tani. Nuk mund t'ja lejoja vetes të botoja në moshë 17-18 për shembull, atëherë kur unë flas në kohën kur unë doja ta bëja, doja të shkruaja por jo ta botoja, e kisha menduar më larg botimin se sa shkrimin, nuk mund t'ja lejoja vetes që në një delir të momentit, sepse një adoleshent mendon se mund të arrijë gjithçka për një sekond, dhe kjo nuk është gjë e keqe sepse kjo ushqen ambicien për të ecur përpara, por nga ana tjetër ka edhe një anën e saj negative kjo lloj situate, sepse një adoleshent kalon edhe në delir pa e kuptuar. Unë nuk doja të quhesha një adoleshente që botova libër, kapa qiellin, jo. Fal Zotit, kam dashur gjithmonë të jem me këmbë tokë, i kam marrë avash avash dhe nuk jam penduar për as edhe një sekond, sepse çuditërisht libri erdhi në momentin e duhur. Më beso Adrian që ndërkohë që gjithë bota po vuante pandemin, unë lexoja statuse, shikoja gjëra në rrjetet sociale që njerëzit po hynin në depresion sepse ju mungonte kafeneja, nuk po përballonin dot lockdownin, e tmerrshme thoj me vete. Ajo ishte periudha më e bukur për mua, thoj me vete, ose jam çmendur unë, ose këta njerëz nuk janë normal, domethënë ka ardhur momenti që ti marrëm anën e mirë një gjë të çuditshme që po ndodh me botën dhe ti nuk do. Kështu i bie. Domethënë, unë kisha bashkëshortin në shtëpi 24 orë dhe nuk më kishte ndodhur në historinë e lidhjes tonë që prej fillimit të rrinim kaq shumë kohë bashkë. Sinqerisht më kishte munguar, flisnim pafund. A ziheshim do thuash ti? Sigurisht që po. Dhe ndaheshim në përdhoma. Kjo ka ndodhur, ama ka qenë pjesa më e bukur e gjithë këtyre viteve, dhe madje kur e komentoj me ndonjë nga mikeshat e grupit, çuditeshin, sepse domethënë çuditesha unë më shumë se ata, le të themi të drejtën, sepse thua me vete, shiko tani, ti je në shtëpi, ke mundësi të kalosh kohë kaq shumë me familjen, ore fundja fare ke mundësi të njihesh me familjen se s'po rrin bashkë fare. Dhe çuditesha, donin nuk rrihet pa dal, nuk rrihet pa kafene, do shkojt budallëqet nuk kishin të sosur, do shkojt të bëshin statuse, jap qenin me qera për shembull, sepse doli ajo periudha kur duhet shëtisje qenin. Unë kam kaluar karantinën po në Spanjë dhe e di shumë mirë se për çfarë po flet. Me siguri kemi qenë komshi. Dhe ai momenti kur domethënë ishte një 5-7 më duket, kur duhej të dilnim për të bërë pazaret, edhe nëse nuk shikoheshe me çantën e ushqimeve, që këtu janë ajo Mercadona që ti e ke shumë merak, nëse nuk shifin me atë çantën, duhet që të ndaloheshe dhe të jepi arsyeën ose me ndonjë letër ose me ndonjë këtu atje ka funksionuar në fakt në Shqipëri me mesazhe, këtu nuk është se e kanë praktikuar, të paktën kontaktet tona, nuk e kanë praktikuar thjesht sepse ishin më të bindur, le të pranojmë që këta janë më të bindur se sa jemi ne shqiptarët. Këto nuk ishte nevojë të ndiqte polici, jo po ku po shkon ti, jo po këte, janë më të ndërgjegjshëm, janë ndërgjegjësuar me kohë. Ndërsa në Shqipëri dëgjoja që bëhen mashtrim nga më të ndryshme, si vetëm të dalim. Fabiola, për mos të dal nga tema. Ose bëj kur, të lutem. Di çfarë dua të di unë, kuptoj që je lumtur me produktin që ka dalë, se ti debutove me romanin Pranverë në dhjetor, vitin e shkuar. Kuptova që je lumtur me produktin dhe për këtë më bëhet vërtet qefi. Unë e kam lexuar. Falenderoj.
kam premtuar një kritik të shkurtër apo një recension, por akoma nuk kam mundur ta bëj. Por ajo çka dua të kemi kuptimin tim, mjafton të jesh sa më i dashur në atë kritikën dhe jemi në rregull bashkë. Patjetër. Doja unë të dija tani është që para se ta botoje librin, pritshmëri që ti kishe para se të botoje dhe pas që e botove, si erdhi, çfarë komentesh ke marr? Dua të më tregosh ato gjërat më specifike, diçka më diçka të bukur që të kanë komentuar apo të thënë mbi librin pasi e botove. Çfarë pyetje. Të gjërat e bukura, të them të drejtën, pa dashur të bëj dallimet, gjërat e bukura kam patur shumë. Gjë të bukur quaj edhe vetëm një për mua gjë e bukur, domethënë gjatë gjithë kësaj kohë ka qenë edhe një mesazh. Po e lexoj, jam tek faqja 10 për shembull, më kupton? Deri tani është shumë bukur. Ky për mua edhe, domethënë, edhe pa u përfunduar si libër, edhe pa e marrë atë komentin përfundimtar, analizën etj. Thjesht fakti që një person më thotë jam tek faqja 10 deri tani më ka pëlqyer shumë, nuk dua ta heq nga dora. Kjo është një super koment për mua, është një super gëzim i momentit që dita ditës mendoj nuk kam bërë gabim me atë libër, as nuk jam nxituar. Gjithmonë a ka vend për rregullime? Gjithmonë, a ka vend për më mirë? Patjetër që ka, ama unë e guxova dhe e bëra. Kam marrë shumë komente, sinqerisht. Nuk është se i kisha shumë të larta pritshmëritë. Ndodhi që shtëpia botuese me cilën unë zgjodha të bashkëpunoja, nuk dua të përdor shprehjen më doli nga fjala se është shumë e shëmtuar, por kishim një lloj vonese dhe domethënë e kisha planifikuar përpara 2 javësh se sa të dilte në treg, domethënë, përpara se të ishte gati tirazhi, edhe kështu që për faktin që kishim vonesë për të botuar tamam, për të dalë libër, për ta patur në dorë kopjen e parë, më prishi punë me planet e mia që kisha. Unë e kisha programuar në fillim të qershorit dhe do rrija gjatë gjithë muajin qershor në Shqipëri, do ta shfrytëzoja për promovime, do ta shfrytëzoja për takime, ende nuk ishin mbyllur shkollat, kisha shumë plane për takime me maturantët, sepse maturantët, si më thënë, ndahen për herë të fundit dhe nuk mblidhen më në shkollë diku nga korriku. Kisha shumë plane, por që nuk i bëra dot dhe mbylla vetëm me 2 promovime të shpejta, një në Lezhë prej nga dhe ku jam, edhe një tjetër në Tiranë, po ishin shumë, domethënë, njëri sot tjetri nesër, si më thënë, mundi të më rrëmbente një gazetare shumë e mirë nga Shkodra, edhe një intervistë dhe shkova edhe atje, por këto ndodhen vetëm në 3 ditë shumë të shpejta dhe të nesërmen e promovimit të fundit jam larguar sepse nuk doja ta humbisja avionin dhe nuk doja ta humbisja një fillim të ri, le të themi, këtu, po.